Rreshjet e konsiderueshme të shiut në 2 ditët e fundit kanë shkaktuar rritje të ndjeshme të nivelit të ujit në shumë qytete të Kosovës. Niveli i ujit ka rrezikuar me përmbytje në Raovez dhe Drenas, por edhe në qytetet në zonat më të ulta. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se lumenjtë që burojnë nga Alpet shqiptare, përfshirë Erenikun, Bistricën e Peës, Bistricën e Deçanit dhe lumin e Istogut, kanë shënuar rritje të theksuar të prurjeve, duke rritur rrezikun për dalje nga shtrati në disa zona. Autoritetet u kanë bërthirë qytetarëve që jetojnë pranë rrjedhave lumore në perëndim të vendit që të tregojnë kujdes të shtuar dhe të ndjekin njoftime zyrtare, duke theksuar se situata kërkon vëmendje të vazhdueshme. Ndërkaq, kompania aeronale e ujësjellësit Prishtina ka njoftuar se impjanti i trajtimit të ujit në Shkabaj është aktualisht jashtë funksionit, si pasojë e nivelit shumë të lartë të turbullirave në kanalin e Ibër-Lepencit të shkaktuara nga rreshtet e dendura të shiut. Sipas njoftimit, kjo situatë ka ndikuar drejt për drejt në furnizim me ujë të pijes në disa komuna dhe zona të kryeqytetit. Zonat që pritet të preken nga reduktimet e furnizimit me ujë janë Fushë Kosova, Drenasi, Obiliqi, si dhe një pjesë e lagjes Kalabria në Prishtinë. Po ashtu reduktimet të ujit mund të ketë edhe në zonat e tjera të kryeqytetit.